ju keni intervistuar gazetarin italian Nello Trocchia. Unë e pash një pjesë të intervistës, i cili është personi që ka ekspozuar takimin në Aruba. Çfarë ju tha i rreth këtij takimi dhe pse nuk përmend emrat e zyrtarëve nëse ai i di? Se për shembull mund të pengohemi ne, po themi, këtu. Apo jo, mund të pengohen, po tani një gazetar italian, drejtaj, si nuk i thot emrat, në qoftë se ai. Ju si gazetare, pyetët për këtë çështje? Për emrat? Padyshim, edhe në intervistën time, unë ndalem pikërisht te ky takim. Janë dokumentat të sekretuara dhe kjo është rëndësishme të cilësohet. Pra flasim për dokumente të sekretuara të antimafjas italiane që gazetari e shkrimtari Nello Trocchia i ka futur në librin e tij që e ka quajtur Të pamposhturit pikërisht ku flet për mafjan shqiptare. Është një hetim i nisur nga Drejtoria Antimafjes Italiane të Toskanës, Drejtoria apo Dega e Firenzes, të cilët në vitin 2019 kanë vënë në hetim pasurinë që Artur Shehu ka në Toskana, në Firenze. Dhe gjatë hetimit, dosja hetimore përmban dhe këtë të dhënë sa i takon takimit në Aruba. Në këtë dokumente, të cilat nuk i shkruan as Nello Trocchia dhe nuk i themi as ne, por janë të shkruar të zezë mbi të bardhë në këto faqe të sekretuara të antimafjes të Toskanës. Thuhet se në Aruba një bos mafios, Artur Shehu, është takuar në prani dhe disa elemente spikate të krimit organizuar shqiptar me përfaqësues të lartë të qeverisë shqiptare. Alba, me që jemi të ky emri Artur Shehu. Ky jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jeton i lirë apo jo? Jeton në Miami, po. Miami, jeton i lirë dhe është një biznesmen. Dhe ka marrë dhe në shtetësinë amerikane. Është dhe Amerikan? Po pse quhet? Prandaj dhe pikërisht kjo lidhe dhe me titullin e librit Pamposhtur dhe unë këtë e pyeta Nello Trocchia. Është një intervistë rreth 30 minuta, por ka zgjatur dhe përtej asaj që kam mundur të xhiroj. E quan Pamposhtur pikërisht sepse bosët mafios shqiptar, në këtë rast Artur Shehu, kanë aftësinë që t'i shpëtojnë kapjes nga autoritetet policore dhe të hetohen për krime banale. Për shembull, Artur Shehu jetoi pasi ishte kapur një herë duke i dhënë makinës apo një motori, mos gaboj këtu në Rom, pa patent. Pra kishin aftësinë të ndryshonin identitetin, falë lehtësisë që dhe shtetit shqiptar. Pra Alba, ju jeni duke thënë, që ti themi dhe shikuesit, se ndoshta na dëgjon dhe ky Shehu, ky nuk është akuzuar, ka një akuzë për krim. Pse ky është qytetar amerikan tani. Jo. Unë di për shembull që ky ka ikur nga Shqipëria pas një konflikti që ka patur në qytetin e Vlorës me Zani Çavushin. Dhe më pas ka ardhur në Itali, ka ngritur dhe bizneset në Itali, dhe më pas është larguar në Amerikë, pikërisht pasi nisi të kishte probleme të vogla, e cilësoj të vogla, dhe këtu e lidh fjalën të pamposhturit me titullin e librit, me drejtsinë italiane, ka arritur të kalojë në Amerikë dhe të marrë në shtetësinë amerikane. Pse nuk është hetuar sa i takon kësaj dosje, sepse siç thohet edhe në këtë libër dhe në intervistën që unë kam realizuar, për skadencë të kafatit kohor, ky fascikul, pra ky dosier i antimafjes italiane është mbyllur. Megjithatë, në ato sentencë të videos, Nello Trocchia thotë që kam sigurinë që mbas kësaj dosje, edhe pse është mbyllur për afate kohore, disa pika të kësaj dosje kanë nisur të hetohen dhe vijon të hetohen pra në ato indice që ka dhënë kjo çështje. Pra, nëse është mbyllur sa i takon këtij procesi të Arubës, mendoj se ajo çka ka mundur të hapet apo të dëshmohet në ato faqe hetimore, të antimafjes ka sjell për të hetuar për çështje të tjera, qoftë për Artur Shehun, qoftë për elemente të tjera të përfshirë në këtë dosje. A ekziston një përgjigje, Alba? A ekziston një përgjigje i këtij takimi? Kush e ka përgjigjuar konkretisht? Ju sa që gazetari? Nuk ka video dhe nuk ka fotografi të këtij takimi, por ka përgjigjime të lidhura ndoshta me përgjigjime telefonike ambientale, këto nuk e ka. Pra kemi përgjigjime jashtë këtij takimi. Kush e ka përgjigjuar? Kemi përgjime
Antimafja e Toskana. Antimafja ka përgjuar jashtë këtij takimi, jo këtë takim. Me prokurorit e tjera europiane. Në këtë rast, janë publike, po kujt di gazetarit? Më falë, sepse unë ta thash që janë dokumentet sekretuara. Nuk po Ata thash që në hyrje, ato thash që në hyrje që janë dokumentet sekretuara. Si mund të jenë publike dokumentet sekretuara? Pyetja ime është si njëri kështu, si publik fare në këtë mes, se jam komplet i interesuar për këtë lloj fushë, po duhet jeni shumë interesuar, Biles. Jo, duhet jesh interesuar dhe... Duhet jesh shumë interesuar. E thotë në mënyrë figurative që është jashtë këtij... Ati italiane që eksponent të lartë qeverisë shqiptare takohen... Nuk është zanati im dhe prandaj... Nuk është zanati, thotë, po... Duhet them që... Si qytetar, si analist, si sociolog, kë kërkon të di... Jo, do të thënë, si ka rrjedhë informacioni direktur... Si ka ardhur informacioni, si e di gazetari? Po sepse burimet e gazetarëve dhe mundësi që jepen komunikimet me prokurorët e antimafjes, cilët i kam dhe unë, të cilat mund të kesh çdo gazetar profesionist apo serioz i fushës, mund të lejoj të japi këtë mundësi komunikimi, të kesh edhe të vizionosh apo të shikosh apo të analizosh letrat, dokumentat të sekretuara. Mos vallë, Alba, ja unë po të bëjmë pyetje ty, se ja bëra dhe Lalës, po ajo e mori si çmë në një gjërat kështu. Dëgjuam Sali Berishin që fliste në konferencë shtypi për një orë 400.000 euro. Pastaj Flamuri e bëri 500 atë, e rriti vlerën e orës, orë e shtojnë shumë 500, edhe orë me diamante që ja kanë sjellë Edi Ramës. Nga mendonte që ka dalë ky informacion për shembull? Gazetari dinte gjë? Gazetari më tha që, po patjetër, gazetari italian më tha se ka nisur të hetoj nga ana profesionale si gazetar investigativ për takimin e Arubës, pas një uftimi që ai ka kryer në Vlorë, ku ka dëgjuar për këtë takim nga dhe nga kolegë gazetar shqiptar. Ka shkuar në Vlorë dhe ka parë pasurin apo pronat, apo villat, apo hotelet, nuk e di çfarë ka zoti Artur Shehu në Vlorë, dhe aty i kanë lidhur të gjitha dyshimet për të hyrë në kontakt me antimafia italiane, me prokurorin e çështjes dhe të dëshmoj gjithçka që ka shkruar në këtë libër. Unë mendoj se më shumë se ora duhet të na shqetësoj fakti që Artur Shehu vijon të ketë bizneset e tij, të paktën në diendin time janë rreth 4. Alba, ja të lutem. Ne jetojmë në një vend ku politika, më së shumti, nuk duhet bëj dallime as majtas as djathtas, por kur nuk ka kazus, ose kur do të mbuloj një gjë, shpik dhe rrit gjëra të tjera, në dëm të interesit publik. Për shembull, Alba, se ti jeton më së shumti atje, dhe jo këtu, për shembull këtu shumë e vështirë të flitet për kullat e larta, që kanë pushtuar Tiranën. Ata që japin jo, s'flasin, majoranca, por dhe opozita nuk flet, kyçgojnë.